shpresoj nësë nga shef Eliza, nësë në herë do me i hek ato varsët, le të më kërë, se ka shumë bukë. Unë Adriana së fanin të Elizës dhe po kompletume. Malina, si pas të kush është një deputat ose deputetet që si pas të përveç Adriana Matoshit, i ka thyer këtu kodin e veshës, po prap ty të pëlqen. Mu më pëlqen. Ka pas rasti kërë më ka pëlqy Donika ka ataj, pëse është vesh me minifon shkurt, nështë ta. Si deputete? Po, si deputete kur ka qenë. Po, do me thonë, mirë është duk. Ka pas rasti kërë më ka pëlqy. Edhe du da bale nuk është që është duke, se s'mu nga me ndohu. Në asë moment nuk po temi për asë që duket shumë provokative, nuk ka qenë adekuat. Të jemi të qartë që asë nuk po temi që duket provokative, po ju e duhet. Jo duhet për institucione. A dikush veshet për mendimin të mas mirëti, që respekton edhe protokollin, edhe ka elemente që përshkruan, që përçon një mesazh të edhe të identitetit saj, Eliza Hoxha. Eliza Hoxha është gjithmonë... Eliza Hoxha për mendimin të veshet mas mirëti, është artiste, i ka gjithmonë ato varsët, ato qaforët shumë bukra, që e japin një pasqyrë të identitetit të saj si artiste, si arkitekte. Ble shpresoj nësë nga shef Eliza, nësë në herë do me i hek ato varsët, le të më kërë, se ka shumë bukë. Unë Adriana së fanin të Elizës dhe po kompletume. Në dojnë me huazë. Në fakt, njëri që i pari ka dojnë kështu në publik, që ka thy këtë regullin e tipikit politikan, ka qenë Edi Rama, i cili ka mbas patika. Në fakt, a i ka tregu që ka një problem me këmbët. E pa është edhe në pritjen e fundit që e pat me liderët botror, ke pikërisht me... Po, në summit, ishte pikërisht me patika, për çka prej kundërshtarit ti politik në vazhdimsi, është kritiku, po që ka zonin, s'ka mujt me e gaz doktori. A e ndoshta e ka gjetur arsyetim, Okej, përjashtime po besoj ekzistojnë edhe në këtë pikë, dhe gjithmonë duke pas parasysh që ai ka deklaruar që ka probleme me këmbët, por në anën tjetër ne kemi pa Edi Ramën që përveç mbathjeve ka edhe ato veshjet oversize, ato pantalonat e gjana. Pyetje të protokollit. Po ka, domethënë Edi Rama ka pas raste kur e ka artista pra atë. Jo, e ka thënë protokolli, po ka qenë profitabile në rastin kur kanë shku për paradën e Parisit me kretë besimeve fetare, edhe i ka pas ato lapsat me ngjyrat e Francës, e ka qenë një performancë që ka dhënë mesazh shumë të mirë. Po, për shembull rastin që u gjunzu para Giorgia Melonit, që ajo mund t'jetë thik me... Me dy presa? Po, domethënë mund t'jetë thik me dy teha, për faktin që në me një anë është bukur se e shprimin jojën se e ka një diaspor prej 500.000 personave në Itali, Italia ka bo shumë për Shqipërinë, me një anë është mirë. Por në anë tjetër, një lider i kalibrit të ti, ose i kalibrit që a i pretendon që është, Italianë për shembull kanë komentuar shumë keq. Minjera, po që normal që gjunë sot ja kena dhënë milionat për me i pritë, për me i bërë kampët refugjatëve atje, u interpretu keq në opinionin publik.